me një temë shumë interesante. Unë do doja të lezoja një pak këtu për t'i provokuar edhe shikuesit tanë, për t'u vetëdijsuar edhe ata, dhe të mundohemi që të reflektojmë në lidhje me temën që e kemi shpallur për sot. Pra miq dashur, rinia sot flet me zë të lartë në rrjetet sociale, por ecën në heshtje në rrugët e realitetit. Ka qasje në botë, por jo gjithmonë mundësi në për rrugë. Ka guxim për të postuar, por jo gjithmonë hapësirë për të vepruar. Në Maqedoni, të rinj të rriten mes premtimeve të përsëritura, padrejtësive të normalizuara, në një sistem që shpesh i mëson se si të presin, dhe jo se si të ecin përpara. Sot pyesim ne, apo i dëgjojmë realisht të rinjt, apo vetëm i shikojmë online. A është pasivizimi zgjedhje, apo pasoj e një realiteti që i mbyll dyer njëra pas tjetrës? Dhe pyetja e sotme është, rinia sot e lirë në rrjetet sociale, por e bllokuar